Unë dëshiroj që presidenti i Kosovës t'jetë unifikus, t'jetë i zgjedhur në variantin e diskutimeve pozit-opozit dhe mendoj që do duhet të jetë kandidati nga Partia Demokratike. Nga PDK-ja? Po. Kandidati për president? Po. Në qoftë se dojmë me kry proceset në cilat jemi dhe me bashkëvepru pozit mirë. Në fakt, edhe zoti Kurti ka paralemruar se do t'i nisë diskutimet edhe me opozitën për çështjen e presidentit. Nga ana tjetër, Vjosa Osmani ka shprehur synimin edhe për një tjetër mandat. Shiko, ka dhe tjerë, unë e di plot, edhe një 3-4 tjerë që kanë synime me u bo. Dhe po punojnë, po marrin kontakte, po bisedojnë. Kush janë ata? Po tani disa kanë shpreh publikisht, por mendoj që edhe nga LDK-ja ka synime, edhe nga AK-ja ka synime, po them që edhe PDK-ja edhe ju keni synime si partia e dytë më e madhe në këtu, edhe për shkak të përvojës, edhe për shkak të stabilitetit politik, do të thoja të Kosovës më të madh, do duhet që të vinë nga Partia Demokratike. Tani unë s'kam kandidat as se kom përmend kërkon, por edhe në qoftë se nuk është i Partisë Demokratike, po besoj që duhet nga opozita gjithsesi me qenë president. Por nga vetëvendosja e kanë lënë të hapur se mund ta propozojnë. Kush e ka lënë? Vetëvendosje. Mund ta propozojnë Vjosa Osmanin. Vjosa Osmanin kandidat për president. Ka pasur deklarata qëndrime. Shiko. Se do ta propozojnë zonin Osmanin. Shiko, e ka një problem. Për shembull, Vjosa ka qenë kryetare e partisë Guxha dhe ka qenë në koalicion me VV. Tani Vjosa nuk është në partinë Guxha dhe unë nuk e dija e mbështesin ta kandidaturën e zonjës Osmani. Pak a shumë të dëgjuar e kam që Albini nuk ka kundër zonjës Osmani, edhe pse unë kam menduar që është kundër zonjës Osmani, sepse mesazhi i fundit i tij ishte i drejtuar drejt zonjës Osmani, kur tha që duhet me i bë votat, dhe në qoftë se si bëjmë votat, duhet të shkojmë në zgjedhjet jashtëzakonshme. Me përkthy, edhe me lexuar mes rreshtave, domethënë, ky i thoshte zonjës Osmani bëni votat. Tani dhe a ka vot zonja Osmani nga PDK-ja apo jo? Si ka votat, ose si ka votat, nuk është problemi këtu. Problemi është që nuk është mirë me pas kontrol absolut gjitha institucioneve VV-ja. E para. Dhe e dyta, duhet me gjetë kanale komunikimi me opozitën, jo me ftesa hajdeni se pju pres filan ditën, por me tryezë funksionale e cila krijon edhe raporte bashkëpunimi për Kosovën, pra po them, jo për interesa individuale ose kutadione, dhe me te i kalu këto problemet që jemi duke u ballafaqu si vend në raportet me bashkinë ndërkombëtare dhe në veçanërisht lidhur me marrëveshjet që kemi nënshkruar. Pra, për presidentin e ri kërkoni marrëveshje politike ndër të tjera, por e keni si kusht që të jetë nga PDK-ja. Pa marrëveshje politike s'ka president. Por është shumë e rëndësi është kush do të votohet president.